Si e kupton algoritmi se çfarë duhet të bëj personi që ne i kërkojmë të bëj diçka? Në videon e kaluar ju kam treguar se si ju duhet jeni shumë të qartë se kujt i drejtoheni dhe çfarë duhet të bëj vizitori kur shikon kontentin tuaj, dhe në këtë mënyrë ju ndihmoni algoritmin i cili duhet të kuptojë qartësisht kush është audienca juaj dhe çfarë duhet të bëj kjo audiencë. Pyetja juaj ishte që si e kupton algoritmi se çfarë duhet të bëj personi që ne i kërkojmë të bëj diçka në një video ose në një kontent të caktuar. Është shumë e thjeshtë. Në Instagram apo në çfarëdo lloj rrjeti social, ne jemi përdorues. Secili nga ne ka një mënyrë sjelljeje kur jemi në një rrjet social. Kjo bën që të kuptohet nga platforma se cilat janë ato lëvizjet që ne bëjmë në platformë. Pra ne shikojmë, konsumojmë kontent, apo klikojmë, apo komentojmë, dhe në momentin që është e qartë se kujt ju i drejtoheni, vetë algoritmi i platformës përkatëse ka shumë të qartë ta drejtojë videon tuaj ose karuselin tuaj tek ajo audiencë. Është më shumë e mundur që të bëjë një veprimtari të caktuar si ajo që ju po kërkoni në kontentin që keni publikuar. Follow për më shumë këshilla.